Adrian Pajaziti është rikthyer me gol te Hajduk Split. 23 vjeçari e kishte golin e parë me klubin kroat, që po luan në transfertën e Istrës. Ishte minuta e 51, kur Pajaziti shënoi për rezultatin 0-2. Sfida është e vlefshme për javën 28 të kampionatit kroat. Pajaziti u kthye në fushë me Hajduk Split, pasi mungoi për 3 javë në kampionat. Kujtojmë se ishte i pezulluar për shkak incidenteve në ndeshjen e Kupës me Rijekën. Për Pajazitin u tregua një muaj më parë që u përplas me gjyqtarin e 4, po ashtu edhe ofendimet nuk munguan, ndërsa rivalet e Rijekës siguruan kalimin në gjysmëfinale.